Nuk është harruar asnjë instrument në trupin e nënës nga manastiri, e cila dje ndoroi jetë gjatë lindjes, informojnë nga ginekologjia dhe akusheria e manastirit. Ginekologu Ivan Çovasilevski përpos që i mohoi spekulimet rreth këtij rasti, shton se pacientja para një muaji ka lindur me prerje cezariane, pa kurfar ndërlikimesh. Pas 15 ditëve erdhi deri tek paraqitja e mobilisë pulmonare. Ajo se gjoja në trupin e pacientës janë harruar gërshërë është spekulim. Me gjas, komplikime është shkaktuar nga diabeti dhe mbipesha. Ajo merrte edhe insulin. Mjeku Josko Stefanovski nga Spitali i Kumanovës konfirmoi se 2 pacientë të bartur nga Kriva Pallanka dje ndëruan jetë në veturën e ambulancës rrugës drejt klinikës së Shkupit. Pacienti më i moshuar, i cili ishte 86 vjeç, kishte probleme me mushkëri. Ai ndroi jetë sapo e lëshoi spitalin në dalët Kumanovës. Megjithatë, ekipi vazhdoi rrugën që ta shpëtoi pacientin e dytë, i cili ka pasur komplikime pas transplantimit të veshkës. Menjëherë është kërkuar ndihma e ndihmës së shpejtë të Shkupit dhe e Kumanovës. Ndihma e shpejtë mbërriti për 10 minuta nga Shkupi, por në ndërkohë pacienti kishte ndëruar jetë. Drejtori i qendrës urgjente në Shkup, Ilir Hasani, thotë se pacientët nuk janë pranuar në spital, sepse vdekja veç se ishte konstatuar.